sepse Izraeli ka dalë me planin e Izraelit ma. E dini pse nuk e trajtojnë planin e Netanyahu ashtu siç është, po fillojmë përdorim terma idiot të kërkojnë ndjes. Por fjalo, terma idiot thuas, Izraeli po vetë mbrohet, prandaj vret 18.000 fëmijë në Gaza. Izraeli po vetë mbrohet, prandaj prish tezet bërthamore të Iranit. Nga kush po vetë mbroheshti? Nga arma bërthamore që pritet krijoj Irani, a e di bota që Izraeli ka armë bërthamore dhe nuk figuron ke shtetet e deklaruar me armë bërthamore? E dini 9 shtete që kanë armë bërthamore në botë. Nuk është Izraeli aty brenda. Se ka pohuar kur. Gjithë bota e di që ka armë bërthamore. Nuk ka shkuar asnjëherë Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike bëj kontroll në Izrael. Ç'është ky shtet që ka krijuar bota, i cili del mbi ligjin dhe kërkon t'i marrë të zvarr pjesë të tjera, por mos harro diçka, nuk jeni Shqipëri, që mund ta çash shumë shpejt. E jeni territor që kanë historinë e botës.